Me mua në studio është zoti Besim Hodha, kryetari i OVL-UÇK-s, me të cilin do të flasim rreth zhvillimeve të fundit në Maqedoni dhe situatës që u krijua para 2 javëve më shumë në Kumanov, për të zbardhur më në detajisht se çka me të vërtetë është duke ndodhur në Maqedoni. Zoti Hodha, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje për ju, për shikuesit tuaj dhe faleminderit për ftesën. Zoti Hodha, deri tani në opinion janë dhënë shumë mendime rreth asaj, por sikur e mjegull gjithë ajo që çka është duke ndodhur në Maqedoni. Cili është mendimi juaj? Çka në të vërtetë është duke ndodhur në Maqedoni? Vlerësimi jonë dhe i opinionit më gjerë që ne kemi besuar është që në Maqedoni situata është më e rënduar dhe më e rënduara brenda 23 vjetëve të pluralizmit demokratik në thojza në Maqedoni. Pra, për të përshkruar mënyrë më të paraafërt, në Maqedoni jemi në një kohë të ngjashme me vitin 2001, në kohën e para fillimit luftës së UÇK-s. Pra, kemi një degjitimim dhe defaktorizim total të subjekteve politike shqiptare, të cilët janë zhytur në hipoteka personale apo grupore brenda subjekteve politike maqedone, të cilët edhe në bazë të pozicioneve që kanë, janë pozicione kyçe udhëhecse, gjë për cilën ne kemi alarmuar brenda kryet 10 vjetëve, që shqiptarët nuk duhet vetëm të jenë pjesë e sistemeve reale, funksionale ose institucionale, por do të jenë në poste udhëhecse për të mbrojtur interesat e shqiptarëve në Maqedoni. Fatkeqësisht, kjo nuk po ndodh dhe ne sot kemi një delegitimim institucional të shqiptarëve në Maqedonisë, ku edhe ata përfaqësues politik që janë në poste përkatëse nuk arrin dot, edhe pse vetë konstatojnë që ka shkelje ose ka afera të ndryshme të proceseve gjyqësore, siç është afera rastit Mostra edhe afera tjera që kanë ndodhur me rastin e eliminimit fizik të Harun Aliut dhe shokëve të tij, me rastin e Brodecit njësoj, që faktori politik në bazë të paaftësive të tyre politike dhe në bazë të hipotekave personale që kanë krijuar brenda pushtetit, nuk mund të vehet në shërbim të mbrojtjes së interesave shqiptare në Maqedoni, gjë për cilën ata edhe paguhen apo për cilën edhe janë pjesë e këtij pushteti. Mendoni që faji konkretisht është tek faktori politik shqiptar dhe askush tjetër në Maqedoni për gjithë këto rrethana që kemi sot? Në qoftë se marrin në planin institucional, realisht faji fillon në vijë vertikale nga lart, nga kryeministri. Mirë po, në qoftë se nisim nga ajo që politika në Maqedoni, situata e krijimit të qeverisë në Maqedoni bëhet në bazë të një marrëveshje gentlemane nga një subjekt politik shqiptar dhe maqedon, pra faji absolutisht kalon te subjekti politik shqiptar, i cili ekskluzivisht është pjesë e qeverisë për të mbrojtur interesat e shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe ne sot po shohim, jo vetëm sot, po sot e 23 vjet me radhë, po shohim që këta aktor politik, të cilët në çdo fushat zgjedhore vinë me karta nacionaliste, me programe ekonomike, duke sqaruar dhe duke mashtruar popullin, në fakt kur ata vehen në pozicion për të realizuar këta programe, lënë shumë për dëshiruar dhe sigurisht kjo që themi që lënë shumë për dëshiruar është për shkak të hipotekave personale apo aferave korruptive personale apo grupore që ata kanë bërë ose kanë rrapë prej manipulimeve të strukturave më të larta politike të Maqedonisë, konkretisht një kryeministri i cili, siç vetë janë ndjeni, brenda 9 vjetëve nuk po funksionon si një kryeministër për gjithë qytetarët e Maqedonisë, po thjesht vepron si një ultranacionalist me tendencë për të nënçmuar dhe për të zbehur pozicionin e shqiptarëve në Maqedoni dhe thjesht mbi gjithas, siç duket, ka një sindrom të tillë të problemit që ka psuar në luftën e vitit 2001, pra mundohet që para faktorit politik maqedon të tregohet që është i vetmi politikan i cili mund të disiplinojë shqiptarët, duke e përcjellur para popullatës maqedone se faktori i vetëm i cili është rrezik për palën maqedone, për popullin maqedon janë shqiptarët, që në fakt është totalisht e kundërta, për shkak se Maqedonia kufizohet nga 4 shtete që kufizohet Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova, që janë shqiptarë, po ashtu janë të vetmi që njohin edhe shtetin, edhe shtetin e Maqedonisë, edhe emrin e Maqedonisë, po edhe kombin Maqedonës. Fatkeqësisht, kjo ofertë, kjo shtrirje dorës nga 2 shtetet konkrete shqiptare, që fatkeqësisht them, pasohet edhe nga ajo që faktori politik shqiptar, i cili ka pasur për obligim që marrëveshja e dalë nga lufta e 2001, marrëveshje e cila u arrit me sakrificën maksimale të djemve më të mirë të kombit, po dhe gjithë popullit, pse jo në përgjithësi, sot ka kaluar në plan të dytë dhe politika që po ndërton ky kryeministër, them gjithmonë me
lëshimin të jashtëzakonshëm nga pala shqiptare, kanë nxjerrur në pak të parë problemin e çështjes së emrit dhe jo në fakt realitetin i cili pa të cilin realisht nuk mund të ekzistojë Maqedonia, që është barazia mes dy popujve më të mëdhenj në Maqedoni, pra shqiptarëve dhe maqedonësve. Sot trokitjen që bën Maqedonia, jo vetëm sot, por sot brenda 7 vjetëve të fundit, për inkuadrimin në instancat më të larta euroatlantike, në plan të parë ka dalë çështja e emrit dhe jo në vërtet ajo që duhet të ishte marrëveshja e Ohridit dhe barazia ndërnacionale. Mendoni që kjo duhet të kishte qenë zgjidhja, sikur kryeministri Gruevski, sipas jush, është problemi kryesor dhe thoni pak a shumë që ai duhet largohet. A është kaq e lehtë për Maqedoninë të dalë nga kjo krizë vetëm me kryeministrin Gruevski? Absolutisht besoj që ky do të ishte vetëm hapi i parë për të filluar për të hedhur në plan një mendim racional, real, i cili do të ndërtohej në bazë të një marrëveshje të re politike mes shqiptarëve dhe maqedonësve në Maqedoni. Nuk është vetëm çështja e emrit. Problemi i emrit Nikola Gruevski është ai i cili në mënyrë nonshallante ka sjellur situatën duke u sjellur si një autokrat real apo si një perandor i shekullit 19, pra në formën e Napoleon Bonapartës, ndërsa duke harruar që sot jetojmë në shekullin 21, ku vlejnë rregullat demokratike të veprimit. Ju bëj një pyetje më të drejtë për drejtë. A mund të thënë situata politike në Maqedoni së shpejti të ketë një zgjidhje? Kur mund të presim një zgjidhje konkrete? Të dalim nga ky ngërç politik. Do të kish një zgjedhje sikur faktori politik realisht shqiptar të ndërgjegjësohej. Ai të merrte guximin dhe para opinionit shqiptar në Maqedoni veçanërisht të pranonte fajet dhe dështimet e njëpasjeshme që ka bërë, si pasojë dështimeve të cilëve ne sot jemi në këtë situatë. Absolutisht duke përfshirë në vijë vertikale përgjegjësitë më të mëdha BDI-s dhe konkretizohet Itali Ameti dhe duke mos lënë anësh absolutisht edhe zotin Mendu Thaçi me 7 deputetë të tjerë që janë. Absolutisht në këtë drejtim duhet thirrën të gjithë subjektet tjera të vogla politike të dalë, të cilët kanë një farë mënyrë, pavarësisht se nuk janë testuar ose nuk dihet mbështetja e tyre reale, mirë po për hir të një unitetit kombëtar, duhet të thirren patjetër këta, të thirren të gjithë shoqatat jo qeveritare, numri i madh, të thirren mbi gjithash profesor nga universitetet konkrete, ekspertë të çështjeve juridike dhe politike dhe të ndërtohet bashkërisht një kornizë momentale e cila do të kanalizonte nevojat imediate të shqiptarëve në Maqedoni dhe këta nevoja në këtë kohë krize të mund të artikuloheshin në mënyrë të barabartë nga njerëz profesionist që ne sot e kësaj dite dëshmuam brenda kësaj kohe që përfaqësia ose përbërja politike e shqiptarëve në Maqedoni nuk ka një kapacitet të tillë për të paraqitur këtë situatë. Pra kjo do të ishte një zgjedhje imediate për daljen e shqiptarëve veçanërisht, ajo që na intereson më shumë nga kjo situatë. Po të bëjmë një analizë më të saktë. Nuk është e rastishme edhe momenti i zgjedhur për gjithë problemet që janë krijuar. Për shkak se ne, atë që thash edhe më herët, pse jemi në një situatë të ngjashme me vitin 2001. Për shkak se ne sot në anën shqiptare, ajo që është shumë që le shumë për dëshiruar dhe që tregon një skenar të dhimbshëm që mund ndodh brenda shqiptarëve është kjo, që sot ne kemi një defaktorizim dhe delegitimim total të faktorit politik shqiptar karshi popullatës shqiptare në Maqedoni. Pra ju si e shihni në gjitha opinionet që japën shqiptarët në Maqedoni nëpër mjetet sociale, thotë siç është Facebooku edhe nëpër media, thotë janë të gjithë janë duke sharë dhe duke ngarkuar me faje faktorin politik shqiptar për këtë problem, i cili faktikisht tregon që është i delegitimuar nga masa e popullit. E njëjta ka ndodhur në vitin 2001. Mirë po, përparësia e vitit 2001 ishte sepse shansi dhe shpresa e shqiptarëve u drejtuan nga ana e UÇK-s, që po linte si një faktor i cili tregonte një rrugë të ndriçueshme për shqiptarët për dalë nga kjo situatë. Pra, që në fakt tregoi që elita politike që përfaqësonte politikisht UÇK-n dështoi absolutisht në këtë rrugë. Kohëve të fundit keni qenë gjithmonë në lëvizje Kosovë, në Tiranë. Keni pasur dhe një tribunë në Tiranë për Maqedoninë ku ishit pjesëmarrës dhe ju. Cila ishte konkluzioni që doli nga ajo tribunë? Pra ne kemi përshëndetur në konferencën që mbajtën para 2 ditësh në Shqipëri, në Tiranë. Kemi përshëndetur deklaratën e kryeministrit Rama, deklaratë e cila dha shpresë për shqiptarët e Maqedonisë se
ata nuk janë jetim më dhe në bazë të kushtetutës, në enitet të kushtetutës së Republikës Shqipërisë, Shqipëria dhe Kryeministri i Shqipërisë dhe gjithë faktorit politik shqiptar në Shqipëri ka për obligim që të mbrojë interesat e gjithë qytetarëve shqiptar që jetojnë jashtë trojeve reale të Shqipërisë. Pra unë vlerësoj që reagimi i kryeministrit Rama sigurisht mbas bisedimeve që pati tendencës për të bashkuar faktorin politik shqiptar, tendencë e cila siç dëgjuat kishte dështuar, thot ishte një deklarat mbi gjithash e guximshme për të dhënë një shpresë shqiptarëve të Maqedonisë se nuk janë të pambrojtur dhe nuk janë të lënë në mëshirë të fatit, pavarësisht se faktori politik i cili paguhet për të mbrojtur interesat e shqiptarëve ka dështuar. Si u duken shqiptarët që i shihni për krah Zaevit? A duhet ata t'i përkrahin Zaevin ose faktorin politik shqiptar, mbas ata i kemi zgjedhur ne vetë? Shifni, dhimbja shumë e madhe është që thasha më herët. Mënyra e përkrahjes vetanake, pa pasur një perspektivë reale ose një informacion real se ku po lëviz Zaevi, po veçanërisht duke parë në retrospektiv se struktura politike që prezantohet së Zaevi nuk ka qenë absolutisht më e mirë dikur për shqiptarët dhe veçanërisht mos flasim për Gostivarin, i cili sigurisht ka dhënë një shembull të tillë se cila ka qenë mënyra brutale e kësaj strukture që po dem, pavarësisht se kemi dëgjuar disa deklarata të Zaevit që paraqit një reformator, mirë po është e dhimbshme për çdo individ, çdo grupacion, po mbi gjithë duke thënë çdo shqiptar realisht ose në tërësi shqiptarët e Maqedonisë do të ishte shumë e dhimbshme sikur ata të guxonin që blanko të jepshin një përkrahje Zaevit pa e ditur se ku shkojmë, ku dalim nëse nesër fiton Zaevi. Pra, gjithë në këtë situatë në ka shuar defaktorizimi i faktorit politik shqiptar, i cili do të mbajë përgjegjësinë për gjithë situatën që do të rreth më shumë. Prandaj edhe thash, dalja imediate nga kjo situatë është që faktori politik shqiptar të dalë para kësaj popullate, të ulë nivelin e urrejtjes së krijuar dhe nxitjes që po ndodh në vazhdimsi për një haos, realisht ndodh një haos brenda shqiptarëve, të dalë të takoj masën e qytetarëve shqiptar, të komunikoj me ta ashtu se nuk ka komunikuar fare brenda këtyre viteve, dhe Zaevi ai që ka filluar të komunikojë, të shfrytëzoj këtë hapësirë komunikimi dhe të bashkojë të gjithë faktorin politik, analist, profesionist të situatave të tilla dhe të delet me një grup ekspertësh për të propozuar një marrëveshje të re me palën maqedone, konkretisht qoftë me Zaevin apo kushdo tjetër që qoftë, që të vi ose të marrë votat ose të legitimohet nga pjesa maqedone dhe një herë për gjithmonë të fillojmë të dalim nga kjo situatë, nga kjo krizë e cila po na çon në një humner. Mirë, të nderuar shikues, ne vazhdojmë tutje me të tjera zhvillime.